Aty do me thonë vetëm pash ato situata të çuditshme, të çoroditura. Unë nuk kam pas informacion që kryesia e partisë Guxo kishte vendosur që të mos dilnin publikisht për ta përkrahur kandidaturën e Vjosa Osmanit. Nuk e kisha idenë. Përmenda përsërish listën Guxo dhe platformën me që u duk si thembra e akilit në këtë situatë të krizës dhe këto lloj aderime dhe ikje nga lista Guxo, tash e di që me siguri ju dhe të tjerët keni me thonë që kjo është po për një lloj përbashkimi tjetër që në krye prapë është presidenti Vjosa Osmani, po ndoshta edhe për publikun diçka që ka ndodhur nga ose që zhvillimet e brendshme që kanë prodhuar, për shembull, i mbaj mend dhe ato janë shumë publike deklaratat e Donika Gërvallës, ku thot para 28 dhjetorit që a ka guxim kjo opozit mos me votu Vjosa Osmanin. Pra, ka qenë një lloj afilijimi me figurën e presidentës Osmani në atë kohë, për faktin që me gjasë edhe juve në atë kohë ju ka dashur ajo mbështetje. Po ndodhi një krisë ose një çare pas 28 dhjetorit dhe hisa e listës Guxo në këtë mes nuk është bashkë e vogël. Domethënë ju largut nuk patni një lloj çndrimi ose pozicionimi që ndoshta edhe lëvizjen vetvendose kesh mujt me nxjerr para aktit kry, me thonë që lista Guxo është për Vjosa Osmanin, i jep nënshkrimet e saj për kandidimin e Vjosa Osmanit për presidente, po u lanë kështu në një farë amullije, mjegulline të përgjithshme që Guxo mund të ishte për, po jashtë opozita dhe LDK nuk i kishte nënshkrimet, do të thonë e hudh fajin herë te njëra herë te tjetra palë. Çka ndodhte për brenda, që do të ishin diskutimet. Është e vërtet, unë kam qenë ndoshta edhe e privume pak për këtyre mbledhjeve, për shkak se nuk jam thirrë në mbledhjet e kryesisë së partisë. E aq më keq që nuk jam informuar edhe si deputete se çfarë është vendosur ose çfarë është diskutuar në ato mbledhje. Për shembull, unë nuk kam pas informacion që kryesia e partisë Guxo kishte vendosur që të mos dilnin publikisht për ta përkrahur kandidaturën e Vjosa Osmanit. Nuk e kisha idenë. Rastësi që mua nuk më ka thirrë asnjë medium për dhënë mendim dhe nuk kam dalë dhe nuk e kam dhënë sepse do ta kisha dhënë mendimin tim. Unë e kam përkrahur në 2021-ën, kur e kam pas më së vështiri me dalë prej grupit parlamentar të Aleancës Kundër edhe me votu presidenten e vendit, e aq nuk po e bëja tani kur jam pjesë e një vizioni brenda partisë që ajo kishte themeluar. Pastaj në një mbledhje me deputet, aty do me thonë vetëm pash ato situata të çuditshme, të çoroditura për mendimin tim. E çuditshme në fakt për mana duket edhe ju që keni qenë deputete e listës Guxo, por nuk keni qenë në strukturat vendimarrëse. Është vërtet. Po me që ne nuk u stabilizuam institucionalisht, atëherë edhe nuk, për mua është edhe çuditshme kur, sidomos kur je parti e vogël, ti kërkon përkraje qytetare gjatë fushatës, ju kërkon përkraje besim qytetarëve. E përmend emrin e Vjosa Osmanit dhe kontributin e saj pothuajse në çdo takim me qytetar, do të thonë e shfrytëzon vlerën e saj për fushatë. Kurse pas fushatës as nuk i kontakton, nuk e thirr në mbledhje, të paktën mi falenderu njerëzit që të kanë përkrah, që të kanë besu. Edhe me analizu të arriturat edhe dështimet ose problemet që i ke pa gjatë një fushate. Do të thonë, kjo është më e pakta që do duhet një parti politike, sidomos kur je në zhvillim, në ndërtim e sipër, ta bëjmë me strukturat e saj. Do të thonë, momentin që kryeshin zgjedhjet, ishte një blokadë totale, as një kontakt, as një thirrje, as një mbledhje, as me ne deputetët që takoheshim dhe diskutonim se si ishte fushata, se si ishim ne gjatë fushatës, ishte gjithçka në rregull, ishte një fushatë e mirë, apo ku ishin të metat apo sukseset tona kështu me radhë. Do të thonë asnjë takim. Është interesant që edhe kur është zgjedh qeveria ne nuk e kemi ditë, as kush do të zgjedhet aty, as çfarë do të pozicione do të marrim si parti asgjë. Do të thonë thjesht unë e kam kuptuar edhe kolegët e mi në ditën kur në grup parlamentar së bashku me partnerin tonë në koalicion Lëvizjen Vetvendosje që ne, do të thonë se kush janë personat që do të na përfaqësojnë neve në ekzekutiv. Thjesht kjo për mua është shumë absurde dhe jo shpresëdhënëse për një parti politike,
po që tani do me thënë e kam të qartë që duke mos pas qëndrueshmëri, identitet, duke mos krijuar, duke u shëndru ose u transformu komplet në një parti tjetër ose si një fraksion brenda një partije, siç është Lëvizja Vetëvendosje, nuk do t'i bëj nder as votës cilën e kam i marrë për një ndryshim për një bashkëpunim me normalisht me ndryshimet tona të cilat na dallonin me një parti tjetër politike. Është interesante kjo propaganda që bëhet tani, për shembull ne e dimë në të kaluarën që ka pas shumë politikanë në Kosovë të cilët janë obligu, detyru në faza të ndryshme të bëjnë koalicione të ndryshme politike. Dhe asnjëherë për shembull nuk thuhet për nismën dhe aleancën ose për deputet të nismës, për shembull që kanë qenë në një koalicion parazgjedhor me deputet të aleancës bashkë në një program. Nuk thonë që këta të rrethuan aleancën, deputet të nismës të rrethuan deputetët e aleancës ose e kundërta kur janë shkput. Do shta kanë mundur ta thojnë që vet ideja që po kërkon komplet nisma si nismë të marrë një pozicion tjetër, nuk ka qenë ndoshta i ndershëm. Mirë po individët, deputetët si individ nuk janë linquar deri në këtë nivel, kurse tek ne, do me thonë, fillova përbes të mendoj, a isha unë në Vetëvendosje apo në partinë Guxo, çfarë ndodhi? Do me thonë se thjesht ta krijojnë idenë sikur ti është domosdoshmërisht të kesh mendim të njëjtë me të majtët. Ti domosdoshmërisht, edhe pse ke qenë në Guxo, është dosht të mendosh dhe të jesh Vetëvendosje, se s'ban ndryshe. Do me thonë, kjo situatë ndodh vetëm tek ky partneritet ynë, Guxo Lëvizje Vetëvendosje. Jo tek partneritetet edhe koalicionet e partive tjera politike. Nuk është bërë ka shumë zhurmë. Po, profesoresh, më që jemi në 5 minutat e fundit, e shkurt e para lidhun me linçet dhe propagandën, bindja jam është nuk ka në mas madhe empati për juve dhe deputet e listës Guxo në përgjithësi që dolet në platformën e Vjosa Osmanit, sepse ekziston kjo përshtypja që ju keni qenë brenda 4 vite, 5 vite brenda të njëjtës platformë. Dhe pas kësaj, ndoshta si pyetje e fundit me që po ndërlidhet me linçet dhe propagandën edhe gjithçka që patjetër. Në këtë fakt që thatë është e vërtet, po mirë po unë nuk kam qenë 4-5 vite në bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje. Duhet ta themi të vërtetën. Do të thonë, kolegët e mi është e vërtet që kanë bashkëpunuar, kanë bashkërënduar, vepruar bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje për 5 vite, unë nuk kam qenë. Unë kam hyrë në Guxo në 2025. Në vitin 2025, para zgjedhjeve të shkurtit dhe ju siç e dini, gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, ne vetëm jemi duke shkuar në zgjedhje pas zgjedhje. Do të thonë ende s'kemi filluar asgjë të bëjmë. Përpos këtyre votimeve të fundit që u bën, dhe në të cilat jam ndi jashtëzakonisht keq pse është dashur të votohen, nuk më ka ndodhur një bashkëpunim ose një ide matutje. Unë kisha në rrafshin e perceptimit dhe përshtypjeve që krijohen. Këto janë pavërteta, këto janë propaganda të pavërteta. Janë gënjeshtra të ndërtuara me qëllime të caktuara. Prandaj kur politikës i mungon dija, atëherë do me thonë zhvillohet dhe lulëzon propaganda. Edhe në një politik ku mungon ndjeshmëria, atëherë lulëzon arroganca politike.